Tani është që të thuash kur të vjen ministri interpelant se thot për i pardin nuk flasim sepse po na jetojnë. Por nëse ky është standardi, me që flet për parime, zoti ministër, po ju i bie që s'flisi dot për asgjë. Se ju jeni hetim për gjithçka. Ne s'bëjmë dot as interpelancë. Për çfarë nuk jeni në hetim ju? Çdo ministri është në hetim. Ju keni zvëns kryeministrin, ish zvëns kryeministrin që keni në hetim për korrupsion dhe për abuzim me fonde. Ju jeni në hetim për rrugët, ju jeni në hetim për inceneratorin, ju jeni në hetim për akshin, për çdo gjë që keni bërë, ju jeni në hetim. Për çfarë do bëjmë interpelancën atëherë? Nëse ti vjen këtu dhe thua, vjen keq agron, s'flasun dot për këtë, se po jeton spaku. Për çfarë mund të flasësh ti? Për asgjë. I heqim atë interpelancat. Zoti kryetar, heqim interpelancat sepse ministrat vinë këtu dhe thonë, po na jeton spaku, nuk flasim dot. Për çfarë ti bëjnë këto interpelanca atëherë? Kjo është tallje. Është tallje, të paktën mos e thoni. E bëje si bëre me gazetarët. Flisje për fermerët në Europë. Po ju të thuash nuk flas dot unë sepse parimi im thotë është nëse jetosh nga spaku për korrupsion, pra atë çështje nuk flet dot. Është të vazhduar në kokë. Çmenduri. Dhe na bën edhe morali na thua sepse për fermerët paratë i pardit janë të rëndësishëm dhe po shqyr që e di ti që janë të rëndësishëm. Se ata fermerë nuk e din ata të shkretët, se ata se kanë parë ndonjëherë. Ju i keni parë paratë e pardit, i keni mbushur xhepat me paratë e pardit, që janë të rëndësishëm për ju, s'ka asnjë diskutim. Nuk ka asnjë diskutim. Po nuk e them unë, mos tu në kokën. E thot Olafi. E thot Olafi që janë bllokuar fondet sepse keni vjedhur paratë. Apo nuk e di? E di apo jo? Që paraardhësia juaj, ministria është në hetim për ato para, edhe është dukur. Është ma në mbrojtje nga kryeministri. E di dhe këta, apo jo? Apo nuk e di? Tani, zoti ministër, e njini këtë fermerin? Se ju për fermerët, kur ju dëgjon që flisni, thua, këta po vdesin, sa të shqetësuar janë për fermerët, të shkretët. Ky është një fermer. Lili Biti. E njini? Ju kujtohet? Kur e po shtëruat e mbledhja me Ramën, nuk e kujtohet? Ishte dhe ti, apo jo? Lili Biti është një fermer, një njeri i ndershëm, që me punë dhe me sakrificë, duke punuar tokën e vetë, ka rritur fëmijët, i ka shkolluar, ka 2 fëmijë. E njëjë se kam takuar, nuk e njëjën përpara. Vajta takova pasi e po shtëruat ju. Njërin e ka këtu në Tiranë, i ka bërë të 2 me shkollë të lartë, një e ka shkencëtare në Europë. E ka bërë me punë të ndershme. Tani, ky zotria shkon në takim sepse vjen Rama në Divjak. E thrasin, hajde të takimi i Ramës. Dhe vetë edhe ky. Dhe do të flasë, jepni dhe mikrofonin, por ju nuk e prisni që do thotë. Ky thotë vërtetën. U a thotë në sy me kryeministrin aty, u thotë, fermerët janë të braktisur. Nuk bëhet asgjë për fermerët, janë të pambrojtur. Ishit apo jo në takim? Ju kujtohet? Ju kujtohet? Si e dhunuat, si ja hoqët mikrofonin. Ti bashkë me kryeministri si arrogant, me të varfrit dhe me të pambrojturit që është, sepse me ata të tjerët si amban. Si arrogant që ishte, ullu tha, ullu i tha, e pe videon. Pse se foli? Shumë e thjeshtë. Ky është fermeri për cilin po flasim. Ky. Këtu do të shkonin paratë e i pardit dhe kam vajtur në xhepat tuaja. Kurse ky tjetri, pe njini, edhe ky është një fermer. Jozif Gorea, fermer. Po ky është shumë i suksesshëm se Lili Biti. Ky ka bërë serra pa fund. Dhe e ka marrë si shembull dhe qeveria. Ky është kryetari i bashkisë së Divjakës. Ky kur flet për Edi Ramën, mallëngjet. I tha Edi Ramës me një servilizëm të padëgjuar, i tha, çfarë ke bërë ti është dridhëruese. Këta janë të 2 fermerë. Tani, e dini ju, zoti ministër, midis tyre të 2-ve, sipas mendimit tuaj. Dhe është blende për qytetarët. Kush i ka marrë paratë e i pardit? Kush i ka marrë? I ka marrë
Lili Biti apo Josif Korea? Kush i ka marrë? Ka marrë kryetari i bashkisë. Ka marrë kryetari i bashkisë. Edhe këto parat e tjera për cilat flisni ju, prapë kryetari i bashkisë do t'i marrë. Kryetari i bashkisë, miqtë e tij, të afërit e tij, ju do i merrni dhe këto, që vini na tregoni dhe mburrni 52 milion, bëj dhe 100 për qytetarën e thjesht, për Lili Biti nuk ndryshon asgjë. Për 99.99% të fermerëve nuk ndryshon absolutisht asnjë. Ju do t'i ndani me njëri tjetrin. Nuk ka asnjë diskutim mbi këtë gjë. Nuk ka asnjë dyshim. Por tani, ajo që duhet të them në këtë sallë është jo vetëm që e poshtëruat në të takim, që keni bërë? Keni dërguar ish deputetin e Partisë Socialiste të kërkoj falje, të kërkoj ndjes juve, dëgjojeni, ishte pabesueshme. Ishte pabesueshme. Të kërkoj falje, dëgjojeni, ka bërë një video i shkreti. Dëgjojeni se shikojnë nga fillim. Ministër, unë jam me Lil Bitin atë ditë që u ngrit aty. Çfarë thosh ministri? I kërkoj ndjes, shumë djalë i mirë, po siç erdhë rrethonat, unë i kërkoj falje. Po e verifikoj se unë të tash e kam mikte, po e verifikoj nëse dikush tjetër lunte mas këtij, po ky absolutisht. Nuk është e vërtetë. Edhe një herë, ministër, dëgjojeni faljen, dëgjojeni. Lili Biti. Ndjes, shumë djalë i mirë, po siç erdhë rrethonat, unë i kërkoj falje. Tani, pyetja ime, zoti ministër, për ju është, për çfarë do të kërkoj falje juve, ky fermeri? Çfarë u ka bërë ky fermeri që do të kërkoj falje? Çfarë u ka bërë? Bëni të ditur, na i bëni të ditur. Çfarë u ka bërë? Se ka folur, se guxoi e foli, se nuk heshti, se nuk u bë pjesë e teatrit, sepse ju i dhat mikrofonin dhe ai guxoi tha të vërtetën. Për këtë duhet të kërkoj ndjes. Për këtë duhet të kërkoj ndjes, zoti ministër. Është e kundërta. Ju duhet i kërkoni ndjes, atij dhe gjithë shqiptarëve, për çfarë po ju bëni. Ju duhet i kërkoni ndjes. Çdo ditë, kur veten në punë, do ishte mirë të kërkojë ndjes. Të bëjë një video të kërkojë ndjes. Të dashur shqiptar, ju kërkojmë ndjes se po ju bëjmë jetën të pamundur në këtë vend. Ju kërkojmë ndjes se parat që erdhën nga Bashkimi Evropian ne i ndam me njëri tjetrin. Këtë duhet të kishe bërë. Këtë duhet të bësh. Po si guxoni një? Si guxoni dhe me një tjetrin dhe detyroni të bëj një video? Si e poshtëroni në këtë mënyrë? Po ju nuk turpëroni atë. Ju turpëroni veten tuaj. Turpëroni veten tuaj. Ai është një njeri i nderuar dhe mbetet një njeri i nderuar, sepse ja ka dalë me punë, ka punuar tokën i shkreti, një jetë të tërë. Punë që ju nuk dini se çfarë është, puna e ndershme. Dhe një e merrni dhe i thoni kërkoj ndjes tani, dhe i nxirri dhe në video dhe shpërndani në rrjetet sociale. Sepse ky është vend i padrejtësive, ne e dallojmë në Tiranë për ditë, por çfarë ndodh larg Tiranës është e ngjashme me çfarë ndodhte gjatë komunizmit. Partia është gjithçka, kryetari i degës Partisë Socialiste është perëndia. I shtypni, i poshtëroni për ditë, çdo ditë. S'është gjë fare ajo që ndodh në Tiranë, s'është gjë fare ajo që bëni këtu në këtë parlament. Këta e din ç'ishin me ju aty. Çdo ditë, nga gjëja më e vogël te gjëja më e madhe. Për ditë, dhe ai shkreti e di se ç'a e pret. Dhe dele thot, ç'a do i them? Të kërkoj ndjes, po më thot. Kërkoj ndjes, ç'a të bëj? Ç'a të bëj? Do i kërkoj ndjes, është ministër tjetër. Kur vajta e takova këtë zotrin të nesmen, shefja jote vërtet, që është Belinda Balluku dhe jo Edi Rama, ishte mbledhur gjithë Divjakën, e gjithë aty. Ja 510 apo e ponje. Diskutimi i madh, duhet i tregojmë Shqipërisë që Divjaka është me Belindën, është me Partinë Socialiste. Që është ky që del dhe denancon dhe flet. Ishin mbledhur të gjithë, sepse duhet të tregoni që ju sundoni në Divjak, sundoni në Tiranë, sundoni në Theth,
Ju sundoni kudo, sundoni në Rjoll, sundoni në Saran, sundoni në Vlorë, ju bëni gjithë shka. Fati i çdo shqiptari është në duart tuaja, në duart e kësaj qeverie të korruptuar. Nuk ka asgjë, çdo gjë varet nga ju. Nuk ka të drejta në këtë vend. Askush nuk ka të drejta. Nuk ka të drejtën të zhvilloj biznes, nuk ka të drejtën të flas, as të flas, nuk ka të drejtën e pronës, nuk ka të drejtën të jetoj në këtë vend. Sepse fati tyre është në duart tuaja, dhe ju as nuk e fshini më këtë gjë. Ju tani e bëni haptas. Nuk e fshini më. Që ju keni çdo lloj pushteti. Tani, një pyetje të fundit për ju, zoti ministër, se ma sollet në mendje kur më thatë që vajtët në Bruksel. Por e mirë këtu që jeni mësuar duke u marrë shpirtin njerëzit dhe u ka dalë turpi edhe kjo kuptohet. Po kur veni atje në Bruksel, para atyre zyrtarëve të cilët ju thonë, shiko se ju kemi ndaluar fondet sepse i keni vjedhur. Ju thonë praktikisht ju jeni ajdut. Ju vjeni pak në siklet apo s'u bën fare përshtypje? Pak siklet vjeni, që një juaj ju përfaqësoni qeverinë shqiptare dhe uleni në tryezë dhe tjetri ju thot fondet ju a kemi hequr sepse ju kemi kapur duke vjedhur? Faleminderit. Faleminderit. Zoti Salla, nëse kërkoni shprehni përsëri, Po. keni 3 minuta kohë. Zoti Shej, pari, vjen keq që merreni me rrjetet sociale dhe këto portalet për populizëm, pasi Lili Bidi, që ka qenë në Divjak, tregon qartë që ne ftojmë çdo fermer në takimet tona. Tregon qartë që ne shkojmë, i dëgjojmë, konsultohemi me ta, flasim, i shpjegojmë skemën dhe aty patjetër që çdo fjalë është e lirë. Prandaj ne këtu jemi për diskutuar edhe për problemet e Lilit, edhe për problemet e fermerëve, por dua të them që mbi 65.000 fermerë vetëm vitin e kaluar ka qenë pjesë e skemës kombëtare. Dhe nuk mund të vim këtu edhe të akuzojmë për buxhete, për vjedhje, për abuzime e të tjerë. 65.000 fermerë, që është një numër goxha i madh për të thënë këto fjalë, dhe këtë vit patjetër që ne presim në rritjen, siç është rritur dhe numri i fermerëve në territor, siç po rritet nga 106.000 po shkon edhe më lart, pra 110.000, 120.000 deri sa ata të jenë pjesë e kësaj skeme dhe për duke qenë se ka një rol të shtuar edhe në këtë sektor dhe një interes, duke i mbështetur ne, duke i mbështetur me paketën prej 5.2 miliard lekësh, por edhe mbi një dysheme që ne kemi vënë për 10% që do të shkojnë mbi 50 milionë euro. Dhe nuk është vetëm një mbështetje nga skemës kombëtare, por një paket gjithëpërfshirëse që do të jenë të gjithë fermerët shqiptarë pa përjashtim, nga 1 metër katror tokë dhe deri në 500 hektarë që ka një nga bizneset më të mëdha. Pra të gjithë janë të përfshirë, të gjithë janë për të bërë pjesë ndaj buxhetit të shtetit. Prandaj nuk mund të vim këtu edhe të akuzojmë të hedhim fjalë të paqëna për të kapërhjellësin e radhës. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Sheh, edhe ju keni 3 minuta nëse dëshironi. Po, fjala për ju. Duhet të kesh kurajo të madhe të flasësh, të gënjesh aptas në këtë farë mënyre. Tani, është e vërtet apo s'është e vërtet që kryetari i Bashkisë së Divjakës ka marrë parat e IPARD-it? Tash një fakt. Ti më thua, nuk është vetëm ai, po ka dhe një 60.000 të tjerë. Po unë e di që Partia Socialiste ka shumë antarë. Ka me mirë antarë. Unë nuk thash i ke marrë gjitha ti vetëm bashkë me Ramën. Unë thash pikërisht i keni ndarë bashkë. Unë këtë po them, tham të njëjtën gjë. Po them thjesht që keni vjedhur parat e IPARD-it. Që ata që vjedhin parat e IPARD-it flasin me superlativa për Edi Ramën, kanë pushtetin, kurse ata që guxojnë e ngrënzërin, ata i poshtëroni. Po si mund të vishtu e të thuash që, po në fakt, Agron thot, si the, kjo është prova që ne i pyesim, që ne i ftojnë për takime,
Fali, ishit e takimi ju apo jo? Ishit e takimi. E pera më qa i tha ati? Ulu i tha. Ulu i tha, ulu. Ishit apo s'ishit? Ishit e takimi, e pat. Juve, u erdi pak keq apo jo? U bëri pak përshtypje. Se si e dhunonit gjithë bashk. Ato takime bëheshin, kur mblidhej partia e punës, mblidheshin, nxirrnin atë armikun e partisë dhe fillonin e sulmonin të gjithë. Atë bët ju. Ti e shumë i ri, nuk e di. Je shumë i ri. Ishte identike. Dhe thua, po ne eftuam, shikon ti eftuam ne, se i dëgjuam. Ti eftove për ta pushtëruar. Dhe nuk mi eftoj me aq. Pastaj e detyrua të kërkonte falje ty. Kush je ti që të kërkoj falje ai? Pa na thuaj pak. Kush je? Kush mendon se je ti të kërkoj falje? Që dërgoni ish deputetin e PS-s. Që ta marri atë ti thot kërko falje tani. Kush je ti? Pa na e thuaj pak. Kush je? Mirë që i poshtëron. Mirë që i u merr parat. Po pse do t'i dhunosh në atë farë mënyre? Kërko djes tani. Kush je të kërkoj djes ai? Na thuaj, kush je? Kush mendon se je? Kush mendon se je? Ta them unë, je pjesë e një qeverie të korruptuar. Të lexosh vajta partë CV-n tuaj, zotrote. Është një CV për tur. Për tur. Drejtor i burgut të Elbasanit. Drejtor ke filluar si drejtor i burgut të Elbasanit. Kryetar bashkie, një Josif Gorea tjetër, dakord? Dhe tani thua, po çka ka të keq, pse mos të kërkoj ndjes muaj? Për çfarë të kërkoj ndjes? Kush je ti të kërkoj ndjes? Ta them unë, je thjesht pjesë e një ingranazhi, të një qeverie të korruptuar, dhe ki kujdes, sepse një pjesë e mirë aty ashtu flisin para